Kolegji zgjedhor I ka dhënë fund shqyrtimit të kërkesave ankimore për qarkun më të debatuar mes palëve në zgjedhjet parlamentare të 23 qershorit atë të Lezhës. Të mërkurën, kolegji zgjedhor mori në shqyrtim kërkesën e fundit të ankimore për këtë qark, atë të Partisë Demokratike, duke e pranuar atë pjesërisht dhe duke përfshirë në tabelën përfundimtare vetëm rezultatin e 10 kutive të rinumëruara, ndërkohë që demokratët kërkonin përfshirjen e të 258 kutive. Në përfundim të këtij procesi nuk pati ndryshime në ndarjen e mandateve në këtë zonë zgjedhore, ku koalicioni I djathtë ka marrë 4 mandate, ndërsa koalicioni I Maj 3 mandate deputetësh. Në përfundim të shqyrtimit të kërkesës ankimore, përfaqësuesi ligjor I Partisë Demokratike Oeret Bylykbashi deklaroi se forca që ai përfaqëson është e vendosur për transparencën e zgjedhjeve, deri në ndjekje penale për shkelësit e ligjit, qofshin këta edhe të Partisë Demokratike. Për zotin Bylykbashi, të gjithë ata persona të përfshirë në procesin zgjedhor, të cilët kanë pasur përgjegjësi për administrimin korrekt, pavarësisht se kush I ka propozuar, ata kanë një detyrë që votat I numërojnë dhe t'i tabulojnë ashtu siç ato janë hedhur. Kushdo që ka shkelur ligjin do të përballet me drejtësinë, paralajmëroi Bylykbashi. Mëtej, deputeti I Partisë Demokratike Oeret Bylykbashi kritikoi edhe vendimin e kolegjit zgjedhor për rinumërimin vetëm të 10 kutive të qarkut të Lezhës, duke e quajtur këtë vendim si të marrë nën presionin e Partisë Socialiste.